Hyrje të reja në shtëpi kush janë 3 banoret që bëhen pjesë e Big Brother VIP 5. 3 banor të rinj janë bërë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP 5, Edisa, Nicole dhe Efi. Do të jenë banorët më të rinj që do të bashkohen në shtëpi dhe do të jenë në garë për çmimin e madh. Edisa ka studiuar për marketing, por shpesh e gjen veten aty ku është estetika, moda dhe fitnessi. Ajo vjen në Big Brother për të shpërndarë energji pozitive dhe thotë që merr gjithmonë atë që do. Nicole është një fotomodele nga Korça, është 23 vjeçë. Prej shumë vitesh ka jetuar në Gjermani dhe ka pak kohë që është kthyer në Shqipëri. Ajo thotë për veten se kur ka padrejtësi, është e para që flet. Edi është lumturisht e martuar. Ajo është nënë e një djalit 15 vjeçar. Ajo është shumë e dashuruar me partnerin e saj që e njeh prej vitesh. Ka studiuar në Firenze për pikturë dhe është një herazi personal trainer. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.